Do të dilte në pension në një korik humbi jetën gjatë një ndjekje polici 60 vjeçar në Itali. Një polic humbi jetën ditën e sotme në provincën e Brindisit në Itali, teksa ndiqte disa grabitës. Carlo Legro Talje, një polic 60 vjeçar, i cili ishte në shërbim në njësinë radiomobile të Frankavillas, ishte drejt daljes në pension. Sot do të ishte dita e tij e fundit e punës, e nga nesër do të fillonte pushimin para daljes zyrtare në pension në një korik. Sipas informacioneve të deritanishme, rreth ngjarjeve ai dhe kolegët e patrullës kishin ndërhyrë për të ndaluar një grabitje në një pikë karburanti. Gjatë ndjekjes, makina e grabitësve u përplas me makinën e patrullës. Në atë moment, grabitësit kanë dalë nga makinat dhe janë ndjekur në këmbë nga dy policët. Pikërisht atëherë, një nga keqbërësit ka qelluar me armë duke e goditur Legro Taljen, i cili është rrëzuar në tokë. Polici tjetër shpëtoi pa u plagosur dhe ka dhënë alarmin për ndihmë mjekësore, por Legro Taljo nuk u shpëtua dot. Patrullat e forcave të rendit po kërkojnë autorët në përfshatrat e zonës me anë të helikopterit, ndërkohë zona është izoluar që policia të kryejë hetime. Legro Talje ishte në shërbim në njësinë radiomobile të Francavilla Fontana, por jetonte në Ostuni me bashkëshorten dhe dy vajzat. Siç ka lajmëruar kryetari i bashkisë Francavilla Fontana, Antonio Denuzo, i ndjeri do të dilte në pension në datën 1 korik, por sot do të ishte dita e tij e fundit të punës, pasi nesër do të fillonte pushimin.